أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين Allahu subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatet për shëndetjet Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Fillimisht falenderojmë Allahun te bareke wa ta'ala, i cili na bëri të mundur që të kemi ymër, shëndet dhe timrim këtë ditë të begat dhe të mërim edhe këtë ditë të Allahu te bareke wa ta'ala në këtë net të mëdha dhe në këtë ditë të mëdha të muajit të Ramazanit. Falënderojmë Allahun i cili na bëri të mundur që t'i dëgjojmë fjalët e tij, t'i kuptojmë mesazhet e tij dhe t'i tregojmë ndodhitë të cilat na i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot me lenin Allahu te bareke wa ta'ala do të jemi me një rrëfim prej rrëfimeve të cilën e ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili rrëfim e tregon shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si hyrje ka se e kishte zakon kur dikush ja bëjke një shërbim pejgamberit ton, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shërbimin ja kthejke në të njëjtën mënyrë. Dikush kush ja bëjke një të mirë pejgamberit ton, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon që të mirën me të mirë me kthye. Andaj ky rrëfimi joni sot ka të bëjë me një njeri i cili pejgamberi ton alayhi salatu wasalam i bëri shërbim dhe si kundër shpërblim ndaj tij, pejgamberi Allahut ja dha një mundësi, mirë po mundësinë ai nuk e shfrytëzoi. E këtë hadith e fillojmë duke treguar që në hadithin e Imam Hakimiut, Mustadrekin e tij, ku Sheikh Albani rahimullah këtë hadith e konsideron të vërtetë. Ky rrëfim është i vërtetë, ku tregon se shoku i pejgamberit Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë shkoi dhe u ndal në shkretir dhe çndroi te një njeri i cili ishte nomad, bedevi. Dhe ky njeriu e gostiti pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, e mirëpriti. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç thash, e kishte zakon të mirën me të mirë me kthye. Andaj i tha këtij njeriu, më premto që do të vish tek unë. Më premto se ti ke për të ardhur tek unë me marr një shpërblim. Ndërkohë shkoi ky bedeuini te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pa pejgamberi Allahut se ky është ai njeriu i cili e kishte taku më herët dhe i ka shërbi pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kërko çka ke nevojë. E ky ju përgjigj pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam duke i thënë, e du një deve që të hipi mbi të dhe e du një dhi që ta mjele familja ime. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha këtij njeriu, e ajasta an takuna mithla ajuzatu bani Israil, a nuk u mundet ti mu bë sikur se plaka e bani Israilve? Këtu është rrëfimi. Atëherë shokët e tij i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, çka është ndodhia dhe rrëfimi i plakës së bani Israilve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur Musa alayhi salam mur udhimin që të largohej nga Egjipti drejt Palestinës, pasi që beni Israilet prej ardhen e tyre e kanë nga Palestina, mirë po atyre ju humbi rruga dhe i pyeti shokët e tij, ulemat e beni Israilve, çka është meselja që ata u sillshin në të njëjtin vend. Atëre i than ulemat e beni Israilve, kur Jusufi alayhis salam bani me dhon shpirt,
e dha fjallën dhe ja dha mbesën, a i dha premtim që ne do ta mormi trupin e tij nga Egjipti dhe do ta dërgojmë në Palestinë. Dhe nuk mumi me gjetë rrugën, me siguri mos realizimi i këtij premtimit ka me na pengu me gjetë rrugën. Atëherë Musa alayhis salam i pyeti ulemat e Beni Israilve dhe ju tha atyre: e kush e din vendin, trupin, kush i varrost Hazreti Jusufi alayhis salam? Beni Israilet thanë: ne nuk e dina, ulemat. Por pos se e dina që e di një plak, e pas ka dit vendin ku ka qenë i varrosur Jusufi alayhis salam. Shkun aty ulemat e Beni Israilve dhe i thanë asajna: na trego ku është vori i Jusufit alayhis salam. Ku është vori i Jusufit alayhis salam? Ajo tha: unë ju tregoj, po pasha Allahun pa ma dhon hakin tem, nuk ju tregoj. On jo vallahi, pa ma dhon hakun tem, të drejtën time, unë nuk ju tregoj ku avori. E Musa alayhis salam e pyeti dhe i tha: e cili është haki yt? Cili është e drejta yte? Tha: haki im është me ma garantu xhennetin me tije. Subhanallah. Sikur se Musa alayhis salam nuk i pëlqeu kjo. Nuk i pëlqeu Musa alayhis salam për një punë të vogël me kallzu koha, nuk i pëlqeu. Allahu i çoi vahj shpallje dhe i tha: ja Musa, premtoj kësaj gruajes venin me ty në xhennet. Një vend në xhennet. Atëherë tha Musa alayhis salam: po, xhenetin Allahu po ta premton. Urdhno tregona ku avori. Ajo gruaja atëherë tregoi dhe tha që vori Jusufit alayhis salam qenë ka me një afër një lumit, ku ati pas ka pas domethënën një ujë, një moçal për mjat trupin Hazreti Jusufit, dhe ka thonë hekni dhe ati do t'i gjeni eshtrat, kështu ka në hadith, ati do t'i gjeni eshtrat e Jusufit alayhis salam. Atëherë kur ato gurmun dhe e nxorën eshtrat e Jusufit alayhis salam, u ngrit toka dhe u ndriçu rruga sikur të ishte drita e ditës. Ato janë ersu, ju ka hup, ju ka ra zalli, rëra e shkretirës, va ka bo si mu konter. Në momentin që e kanë gjetë trupin e Jusufit alayhis salam, në hadith ka ardhur eshtrat, edhe kam e shpjegu pse eshtrat e Jusufit alayhis salam, mini herë u largu ajo mjegullina e fryma që e kish bon prej zallit të shkretirës, dhe u bo rruga e drejt dhe e pacht për me gjetë. Edhe këtu mbaron rrëfimi. Të ndërrua vëllezër, po ja filloj nga funi, pastaj te fillimi do të kthena. E potencova që në hadith është eshtrat e Jusufit alayhis salam. Për arsye se dikush prej juve mundet me thonë: në hoxha kena dëgju prej hoxhallarëve që Allahu nuk i ha toka trupat e pejgamberve. Edhe vërtet, Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë haram tokës mi hongër trupat e pejgamberve. Don trupat e pejgamberve, çashtu siç i ka kriju madhnia Allahut, ashtu janë edhe sot me bëm i gjetë. Mirë po, pse ka ardhur në këtë hadith apo në këtë rrëfim fjala eshtrat e pejgamberit Allahut Yusuf alayhis salam? Dëgjoni këtu. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë në mosh dhe filloi trupi i tij të ranohet, të bëhet më i plot, transmeton Ibn Omeri radiallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u rëndu Temimud Dari, një sahabi tjetër i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, i tha pejgamberit, pasi që një gruaje edhe këtë ide: ja Rasulullah, a ta bajmë ti një mimber me 2 shkallë, me hip mimber me 2 shkallë që ti maje eshtrat e tua. Në gjuhën arabe ai dham i thuhet trupit. Andaj këtu në këtë kontekst, në këtë hadith, kur ka ardhur që eshtrat e Jusufit, është për qëllim trupi i Jusufit alayhis salam. Të kthehemi vëllezër nga fillimi i hadithit.
Këtu ndoshta ta sharoj që ndoshta me bo me haru mos me thonë dikush që i hoxha gaboj ose nuk diti me shpjegum. Nuk diti nuk ka problem, po mos gabojna në fejnë Allahu te bareke ve taala. Vëllezër të nderuar, në këtë rrëfim i kemi disa stacione. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon, stacioni i parë është në këtë hadith apo në këtë rrëfim i cili është i gjatë dhe do të mundona të ndalen në disa stacione. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon që kur të ndalet tek dikush mi shërbi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i mundonte minjer me kthy të mirën me të mirë. Dhe Allahu ka thonë Kur'anin famëlar: "Wa hal jazaa'u li ihsani illa li ihsan." Dhe nuk është shpërblimi i të mirës vetëm se e mira. Andaj kur pejgamberit Allah dikush i bajke një hizmet, një mikpritje, u mundon të minjer pejgamberi Allahut mi ja kthi siç duhet. Andaj dhe në hadith ka ardhën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonën: "Men sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u." Kush juve ja bën një të mirë, mundohuni me ja kthy. Nëse nuk keni, atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë mundohuni me falenderu në publik. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kush nuk din me falenderu njerëzit, nuk din me falenderu as Allahun. Tash dikush ta ka bënë të mirë, mos e zën gullup, mos e zën ti që dite me shfrytzu rastin, mos u ban ti që ai i cili ta ka bënë një të mirë, dite ti mi amor paret, apo me ta kryni shërbim fizik, nëse ki zdi. Po bëhu mirë njës karshitina dhe mundohu të mirën me të mirë. Nëse nuk ki forcë fizike apo financiare, atër çka duhet? Me bë dua për ta. Çka duhet? Mu ka mirë njës falenderues kur t'je se aj në prezencë dhe mos prezencë, me thonë Allahu e shpërblej filanin më ka ndihmue, Allahu ja shtoft mira dhe kështu me radhë. Kjo është mirë njoja. E pejgamberi Allahut e kishte zakon kur dikush i bajke një të mirë, mja kthimi njerë me të mirë. E këti njeriut, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam po do mja kthy ti bedevijut ku unal të shatori i ti, nomadët si qdijet nuk kanë shtëpi, ato kanë shator, edhe heci, me tenda, qëtu është nëzet, qëtu ka uj, ndalen në venet të ndryshme. E pejgamberi Allahut u pas kanal të aj, ke pas ka gostit, e pas ka nderu Muhammedin a.s. Po pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam s'ka dikush që i ka bo mirë vitë se ja ka këthi, përveç një njerit. Kujt se ja ka s'ka mujt me ja këthi? Ebu Bekrit radiallahu anhu. Tha kush ma ka bo ndë njët mirë vetë se ja kom këthi dy fish. Por pos Ebu Bekrit i cili ka fliju për mu pasurin dhe familjen e ti. Në onën, kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë tradita e ti. Në onë pejgamberi Allahut kush ja ka bo personalisht, jo islamit, privatisht ja ka bo njët mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka kthy atë mirë ashtu si që ja ka bo mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me tregu siç e ka pas zakon apo si ka qenë tradita e tij kur dikush ja ka bo njët mirë, transmeton Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu, i cili thot se një ditë shkova pasi që pejgamberi Allahut prishi abdes, shkova dhe ndihmova që të mora abdes të ri. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i shërbeta tha sal hajatak, urna pit diçka, çka duhet? Tha ja Rasulullah, inni as'aluka murafaqatuka fil jannah. Subhanallah. O i dashmi Allahut, unë prej ty lypi kërkoj prej teje shoqërimin me ty në xhennet. Kush pi thot? Muadh ibn Jabeli. Kujt? Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Muadhit radiallahu anhu: o Muadh, masi do mu kom me mund xhennet afër, bën sejdë sa më shumë, biri Allahut në sejdë sa më shumë. Kjo mënyra për mu kon afër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kush bën sejdë falet, Allahu do t'ja mundsoj me qenë më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mënyra se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas zakon dhe me kthy të mirën me të mirë, edhe me shfrytzu mundësien, kur pejgamberi ta ka dhënë një ofertë, duhet me shfrytzu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Njerë prej rasteve ka tregu që Allah do t'i fusë në xhenet 70.000 persona pa llogari. 70.000 nga umeti jo, Allah ka mi fut në xhenet pa i bo llogari. Vi që i merë grusht edhe i shtit. Allah na bo prej tëre ja Rabbel Alamin. E njoni prej sahabeve akon duke dëgju këtë hadith dhe i ka thonë ja Rasulullah, luta Allahun që Allah të mbohe prej qatyre. Kusha ki sahabiju? Mos e dini kush e emrin e tina? Ukasha radiallahu anhu. Ukasha ka thonë ja Rasulullah, luta Allahun që Allah të mbohe prej atyre 70.000-ve. E shfrytëzoi rastin, shancën, minjerë. Kur pejgamberi Allah të dha një mundësi, një ofertë, e shfrytëzoi shancën. I tha ja Rasulullah, luta Allahun që Allah të mbohe prej qatyre 70.000-ve. Atëre njoni prej të pranishmeve i tha ja Rasulullah, po edhe unë po du mu kon prej qative, luta Allah. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha sabaka ka biha Ukasha, ta te i kaloj në këtë kërkim, në këtë dëshirë shance Ukasha radiallahu anhu. Vëllezër të nderuar, sa shanca neve na ipën ndonjëherë për me bo lutje dhe dua. E kështu në shkandodh në këtë rrëfim. Ki bedeviu erte pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam që ta more shpërblimin e tij apo ta more nevojën e tij. Dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam mendoi që ky njeri do të lype diçka nga punët e ahiretit. Dhe i tha sel hajatak, kërko nevojën tënde, shka ki? Këto është stacioni i parë. Njeriu me shka jeton që ata e kërkon. A e shkalun kazino, mera ki ati full për jackpotin. Më kon ta zonë jackpoti, njoni ki zonë 200.000, njoni 300.000, njoni 15.000. Ajo është i ambientum, me shka ambientosh, për që ta flet, që ta e dëshiron. Njoni e dëshiron shembull, kushtimish pa thamë, se kjo në haram, pa dhe në halal, vetëm fol, keret, më kon ta kam nëse keri, i madh, që ka të shkual fuqi, shkon shpejt, hip të nalë, zrip të poshtë, ai jeton me ta. Njeriu me shka bash bisedon, me shka jeton, që ata e ndron dhe e dëshiron. Andaj ki njeri nomad, bedevi, jeton të me deve, jeton të në shkretir. Dhe ëndra e ti, kur erdhë oferte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka dëshiron ti? E dini çka ishte dëshira e ti? Dëshira e ti ishte shumë e vogël në krahasim me atë çka ishte duke vetë. A ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I tha ja Rasulallah, unë e du vetëm një deve. Mu i kemi thonë 100, zditje dhe me lip. E du vetëm një deve që ta shfrytëzoj mi hi pasaj, si mjet transporti, edhe si mjet burimi me më ardh, e du një dhi, e cila do ta mjele familja ime ata. La hawla wala quwwata illa billah. Paramendone çfarë mundësie, çfarë shanse i ka orë këti njeriut. E këtu në stacioni. Stacioni ndalë me këtu pakës, pushojnë e pina një kafe, në Ramazan, normal, ju me pi, po mu nalë mu qetsu. Njeriu duhet me dit me lutë Allah, me shfrytëzu mundësit. Ramazania një mundësi e arë që njeriu me ndryshu vetë vetën. Ramazania një mundësi ku Allah të barë këtëra i ka hapë dyrë të gjennetit. Janë e mi në prak duke përcil musafirin. Sot njove kemi bajram me lejnë Allahut. Edhe besimtari në këtë shansë, në këtë mundësi që Allahu i hap dyrë të xhenetit, Allahu i mbyll dyrë të xhenemit, i prangos shejtanat, Allahu për çdo natë liron rob nga zjarmi i xhenemit. Allahu nga mirësia e tij e ka bërë që në këtë natë është një natë më e mirë se sa 1000 muaj. Një natë. Këtu njeriu me shfrytzu në netët tek, 10 natë e fundit, pastaj ka ardhur oferta ka dhënë në netët tek. Dhe besimtari duhet ta shfrytëzojë këtë shansë. Dhe kjo mundësi e ardh, njeriu me shka jeton që ata e flet o vëllezër. E ceka dhe mos të bëhen monoton. Një njeri i cili jeton me diçka të cekt, e lip të cektën. E lip një kerr, e lip një shtëpi, e lip një punë, to janë këtë legjitime dhe halal. Edhe ki nomadi që e ka lip deve nuk ka qenë haram. Nuk ka bën mëkat. E ka lip një deve edhe një dhi. Në esencë edhe me lip kerr prej Allahut nuk ka haram. Nuk është haram njeriu me lip nga mirësitë e kësaj dunjaje. Mirë po edukata Allahu shka në mëson. Allahu na ka treguar që ka prej njerëzve në dunja të cilët shka ku lypin prej Allahut thonë
që shtot Allahu te barekuhu në Kur'an, fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Ka prej njerëzve që të cilët lipin nga të mirat e kësaj bote, o Allah na jep nga të mirat e kësaj bote, ndërsa e neglizhon çështjen e ahiretit. Ndërsa Allahu na edukon dhe na mëson çish me lut Allahun, Allahu thot lutja e njohur për juve, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, na jep nga të mirat e kësaj jete, e kësaj dunjaje dhe të mirat e botës tjetër. Dhe na shpaton nga zjarmi i xhenimit. Vëllazër, njeriu kur do me investu në këtë kohë në jetën e përkohshme e harron ahiretin. Njeriu duhet të investojë në ahiret, vëllazër, sa atje është jeta e përhershme. Atje është jeta e cila nuk është haram këtu me pas njeriu shtëpi, vetur, familje, fëmijë, pushim. Këto janë legjitime dhe halal. Mirë, po kjo nuk guxon ti me të pengue me investu me një investim më të madh. Kur njeri shkon pushim, kushtimi shkon një javë dikush prej neve. Shkon ndodh e prish biznesin e vet, çka e ka këtu në vatanin e vet, ka shkon në Turqi dikush në pushim, ose ka shkon në Shqipëri apo diku. Disa ditë a javnon çelsen dhe e prish biznesin, jo e rregullon, nëse e kam shil duçanin apo e ka marr pushimin prej punës, mundohet me gjetë mënyrë që kur të kthehet ta vazhdojë punën e tij, jo me mbyll. Andaj edhe besimtari xhenetin e ka dyqanin ku duhet me fitue. Dunjaja një pushim i përkohshëm, nuk guxon të përhershmën me u për të përkohshëm. Andaj vëllezër të nderuar, edhe kini njeri nuk diti me zgjidhen atë çka ja ofroi pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Stacioni i dytë vazhdon. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam atëri ju tha sahabeve se ja realizoi atë dëshirë ti sahabijut, ti nomadit. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabive, ajiza hadha an yakuna mithla ajuzati bani Israil. A nuk mundi ki njeri mu bon sikur se plaka e bani Israilve? Sahabet po. Pse çka ka ndodhur me bani Israilet me këtë plak? Kurani vëllezër na ka tregu disa rëfime. Mi po rahmeti po shpirtit e ke molla Jakupi me bo Kurani mi kallzu krejt rëfimet detajisht i çdosh me shlepera me majt Kuranin. Po Allah nga hikmeti i tij 120.000 pejgamber Allah i ka dërgu. Domthon hadithin e transmeton Ebi Daudi që Allah i ka dërgu 120.000 pejgamber. Allah s'na i ka cek krejt, elhamdulillah. Se ishmi lodh vetëm emra tu cek. Po Allah na i ka cek në Kur'an 24, 25 në kod polemik, 25 pejgamber po tham. Edhe te 25 ka për pejgamberëve që Allah s'na ka tregu historitë e tyre. Iljasin e shumë të tjerë. Ka pejgamber që Allah na i ka përsërit historitë, tregimet e tyre në Kur'an, sikurse Musa alayhis salam. Ama ka pejgamber vetëm atë cek emri i tij, nuk ka rëfim, nuk ka tregim. Po para më këti kish treguar Kur'ani, s'kish pas hafiz, s'kishin mujt. Andaj hikmeti i Zotit, Allahu e din. E andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka shpjegu do ndodhi. Edhe kjo janë një ndër dodhit. Ajiza hadha an yakuna mithla ajuz bani Israil. A nuk mujti ki njeri mu bo sikurse plaka e bani Israilve? Sahabët ishin kureshtar. E çka kon plakë halli dhe derti i plakës së bani Israilve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha plaka e bani Israilve ka qenë kështu. Musa alayhis salam kur emigroi doshti të shpërngullet nga Egjipti, nga tirania e Firaunit dhe të kthehet në vembanimin esencë që e kishin prejardhën bani Israilet, u humbën në rrugë, në shkretir. U qu një rërë e madhe, zalli i madh, kush e din kur bëhet si mjegëll bëhet nga zalli i madh. Edhe ato u munëshin me lëviz, nuk mushin, humbën. Ka orë transmetime që kanë humbë 40 ditë në njëjtin vend. 40 ditë, 40 që shpesh përmenet e dëmon të rasti Musait alayhis salam, dhe ka urtësi. Dhe Allahu te barekuta e inspiroi Musa alayhis salam, tha ja Musa, pyete popullin tonë pse jeni të humbur rrugën, se Musa nuk e dinte. Ulemat e bani Israilve i thanë ja Musa, një ndër shkaktar që jemi duke humbur rrugën, nuk jemi duke e gjetë rrugën, është që neja kemi dhënë besën kujt Jusufit alayhis salam për me gjetë trupin e tij dhe me marrë me vetin Palestinë. Stacioni i dytë, pushojmë pakës. Dhënje e besës.
Besa është një premtim, një fjalë e cila duhet njeriu kur ta japet ta realizoje. Është një fjalë e urtë e popullit jon ku thuhet burri lidhet për fjalë e për besë, e kafsha lidhet për kërpesh. Kur ta jepsh besën, duhesh ta marrësh. Dhe Allahu na thirr në Kur'anin famëlar, wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Kur ta jepni besën ndaj njerëzve, e keni dhënë fjalë të rënë. Nga cilësia e munafikëve, hipokritëve, është mos realizimi i premtimit. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ayatul munafiqi thalath. Munafiki ka 3 cilësi. Idha wa'ada akhlaf, kur premton e them premtimin. Wa idha tumina khan, kur I lidh diçka amanat tradhton. Wa idha hadatha kadhab, dhe kur flet, kur fol, gënjen. Kjo cilësia e munafikit. Andaj Beni Israilet e kuptuan më njëherë që defekti I tyre është mos premtimi I realizimit që ja kanë dhënë Hazreti Jusufit, janë duke humbur rrugën. O musliman të këtij zamanit, ku e kemi humbur rrugën ne? Cili është premtimi në mes ne dhe Allahu te bareke ve taala? Cila është ai defekti jonë që ne kemi humbur rrugën? E kemi humbur rrugën ndoshta në familjet e tona, s'kemi rahati, s'kemi bereqet, po folin në formë të përgjithshme. Ku është defekti I ummetit islam, ku sot ummeti islam a largun nga fjala e Allahut, Kur'ani, praktikimi I Kur'anit në jetën e tyre, sunetit të pejgamberit alayhis salam, dhe sot luhet sikurse me një kafsh me muslimanët në Gaza. Ku është humbja e rrugës së muslimanëve? Ku janë ato defekte që ne duhet me I gjetë? Ku ajo plaka e Beni Israilëve që ne duhet me vetë? Ku jemi ne të humbur? Shka ilaçi dhe zgjidhja jonë? Ku është besa jonë që ne duhet me gjetë rrugën? Allahu na përmirësoft ja Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër, besimtari është sikurse një trup dhe neve na dhem, edhe do ta përsërismi vazhdimisht derisa Allah na e frim dhe jetë, derisa një musliman torturohet dikon pa hak, pa të drejtë. Atër ne do të ngris mizanin se përndryshe Allahu do të na dënojë edhe neve. Dhe I tha Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, a do të fundosim dhe do të na dënojë Allahu o fina sarihun? A do të humbini ne edhe në mesin ton ka njerëz të mirë? Tha po, nëse shtohet e keqja dhe nuk e luftoni. Ne kemi thonë, duhet me luftu me zemër, me gjumë, atë sa kena mundësi dhe ankomi të Allahu të barë këtëra për pa aftësien tonë që jemi si një musliman. Te ki stacion vëllezër, besa është një amanet, të cilin duhet njeriu ta realizojë kur dikuj ja jep. A ja ki dhon fjalën që kemi ardhur, a ja ki dhon fjalën që kemi ja kthy borxhin, a ja ki dhon fjalën që kemi ndihmu, duhesh ti me realizu. Bile është një thënje arabe, nuk është hadith, se tek ne njëhet si hadith, el wa'du dain, premtimi ja borxh. I ke premtu me realizu. Nuk është hadith, është thënje. Andaj besimtari duhet ta dihet amaneti. E pejgamberi Allahut Musai, pivet ulemat e Beni Israilëve, çka çështja që ne kemi humbur rrugën, dhe e kemi dhënë besën kujt? Ja kemi dhënë besën në Jusufit që kena me marr eshtrat e tina. Atëherë I veti Musai alayhis salam, kush prej jush I din ku janë eshtrat dhe trupi I Jusufit alayhis salam? Ulemat e Beni Israilëve, për arsye se ishin një periudhë e gjatë, nuk kishin informat. Thanë e dina një plagë e cila e din ku qëndron trupi I Hazreti Jusufit alayhis salam. Shkon të ajo plagë, vëllezër të nderuar, me ofertën që ta gjejnë trupin. Dhe vëllezër të nderuar, në këto momente Jusufi alayhis salam, domon në varr, nuk e di kur kush trupin e tina. Musa ka humbë me popullin e tij, polit zgjidhje çish me gjet. I tha ka mundësi me na tregue ku trupi I Hazreti Jusufit. Ajo plaka këshilli për rreth, tha nuk e dini kurkusha, nuk e di kurkush. Atëre tha në qosa ashtu kurkush nuk e di, askush nuk e di. Atëre zgjidhja te una, po. Tha vallahi s'ta tregoj. Derisa nuk më premton që ti ke me avon nasib xhenetit, mu kom me ti në xhenet. Subhanallah. Në unë kërkesë e madhe. Derisa të ma jepsh të drejtën time, cila drejta jote? Tha me ma mundsu me qenë me ti në xhenet. Jusufi, më falni, Musai alayhis salam ju duk shumë e sekt. Për një fjalë goje me na tregu me sinjalizu kua vorri, kua trupi I Hazreti Jusufit, me ta mundsu ti xhenetina, ju duk shumë e vogël. Edhe oferta
të cilën ajo e kërkonte, domthon e paralizueshme për Hazreti Musa alayhis salam. Allah i tha, ja Musa, jep ja xhenetin. Nalmi këtu tek stacioni i tretë. Me ditë me lip. Me ditë çka lip. Kur të vere mundësia, lype atë të cilën Allahu ta ka bën nasip. Njeriu duhet ta dijë ta lipe vëllazër. Mos të bëhet i cekt, mos të bëhet i ult në kërkesat ndaj Allahut. Nuk ka haram me thonë vallahi po pasuri, po parë, po shëndet, po familje, po këtë të në të mira. Ama jo me harue. Me haru stacionin e jetës së përhershme. Andaj ki stacion vëllazër na bën me dije që njeriu duhet me ditën si me lip. Me lip faljen e Allahut, me lip mëshirën e Allahut, me lip të mirat e Allahut të cilat janë në xhennet. Vëllazër, tregtari i mençur çka ban kur e ka një artikull? Vetëm ai e posedon. Çka ban? E rrit çmimin. Ha? E vlerëson ata. Diamanti pse ai i shtrenjtë vëllazër? Ha? Se pak është. Ha? Unikat, ka gurzi unikat. Ari pse ai i shtrenjtë? Se pak është. Ka vlerë. Nisen shka është në pazar shumë i bje vlera. Nisen shka është më i veçum, ati i vlera. E kjo plaka vëllazër e diti që ka vlerë fjale e saj. E të Allahu të barë këtë e vëllazër mundet më konë pak diçka në synin tonë, për të Allahu shumë lërësohet. E cej ka promë në namazin e natës për përsëris. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam u çu një ditë dhe i tha Bilalit radiallahu anhu, ja Bilal, promë i kam një nallët e tua në xhenet, çka puna? Pse ti, çfarë vepre, çfarë punë ban? Tha ja Rasulullah, mini eri tregoj, në sinin tonë e vogël është. Ne bavaki edhe e veprojna, po të Allahu është e madhe. E diçka tha ja Rasulullah, nuk marr abdes vetëm se pas çdo abdesi i fali 2 recate. Tha me çetan kum hin xhennet. Do me çetan i keni 91 në xhennet, më falni. Kjo veni jem xhennet për shkak që ti vetë 2 recateve sër që marr abdes. Do më thonë të Allahu të barë këtëra vlëzër, njeriu duhet me dit me lip, ka njerë veçoje vete me diçka. Unë jam për qëtë punë, unë jam shembull lexuesi Kuranit, kam e lexu Kuran shumë. Unë shembull kam qenë punëtor, kam e punu, kam ju ndihmu muslimanëve, studentëve, kështu me radhë. Unë nuk muj, s'kam ka dhënë Allahu pasuri, am unë kam qenë mbështets me fjalë, kam i shpërnda fjalët e njerëzve të mirë, kam qenë që e mbroj të mirën, kam e luftu të keqen. Kështu njeriu duhet mu kanalizu vëllazër. E kjo plak diti shka me rip. Dhe Allahu te barek ve taala ja mundsoi domethënën që kësaj plake ta kese këtë mirësi të Allahut xhalla shanu wa xhalla xhalalu që me ditë me zgjedhën ofertën. E Musa alayhis salam e nënvlerësoi. Edhe kështu ne i nënvlerësojna disa punë tonat. Për shembull, me çu pasurinë halal të shtëpia. Me respektu babën non. Mos më aktiv fjalën dikujt, mos më bë zarar kojshijes. Mos me hudh mbeturina në rrugë. Në synin ton duken të vola këto. Ka njerë duken për ditëshmëri. A be sprish punë. Jo, te Allahu është shumë e madhe. Te Allahu te bareke ve teala është shumë e madhe. Andaj besimtari vëllazër nuk guxon asnjëherë ta hupe këtë shansë me fitu xhenetin Allahu te bareke ve teala. Vazhdojmë vëllazër në pjesën e mbetur të rrëfimit. Kërkoj falje që jemi duke zgjat sot pak, po është e diell, besoj që jeni të lirë. Se u bë gjysore, me satin e hoxhës u bë këtë gjysore që kemi nis. Kjo plak dëshiroi xhenetin. Musa alayhis salam ja ofroi. I tha mos i pelip, Allahu po ta mundson. E cej ka pak më herët rastin e Muadhit radhiyallahu anhu, rastin e Ukashës radhiyallahu anhu, të cilët e kanë lyp xhenetin kur ju ka dhënë mundësia. Edhe duhet me ditë me shfrytzu shancat. Besimtari shfrytzon shancat, tregtari shfrytëzon shancat, besimtari shfrytëzon shancën e Ramazanit, por nuk ka qenë bavaki për pik 20 ditë të para tash më u shfrytëzue, mu ka më shpesh në xhami me shtu istighfarin, me dal me një dobi, me dal me një vestë të mirë, me largu një vestë të keq, që kjo është fitimtar me lenin Allahu te bareke ve taala. Se qëllimi i Ramazanit është la'allekum tattaqun, ju të arrini devotshmëri, të frikën ka Allahut, të afroni Allahut me respekt. Kur pejgamberi Allahut Musa i premtoi xhenetin, ajo e tregoi trupin. Ku a trupi? Trupi jam në një vend, tha kur me hek aty do ujë, aty do ta gjeni trupin. Dhe Allahu subhanahu wa taala mundsoi atyre minjëherë me gjetën vëllezër të nderuar, shka me gjetën trupin e Jusufit alayhis salam dhe e morën me veti. E morën me veti dhe ju zbardh atyre minjëherë rruga. U ju bë errësira e cila e kish kaplu shkretirën, u bë dritë.
u bë ditë edhe dritë e madhe sa që e gjetën rrugën e tyre. Këtu vëllezër stacioni i fundit. Njeriu ku ta gjehet të vërtetën, Allahu ja ban ja ndriçon rrugën e tij drejt xhennetit. Ata e gjetën trupin e Jusufit. Në sot ndoshta nuk e kena Jusufin alayhis salam. Dhe ne duhet me kuptu që lutjet të cilët i bëjna nuk i bëjna për pejgamberët. Ne kur shkon edhe te vuri Muhamedit alayhis salam duhet me ditë e kum thon dhe e përsëris. Ne kur shkon te vuri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çka bëjna? Thonë selamu alejke ya Rasulullah. Çekaç. Nuk lipna lutje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Bile dhe kur i thënë nuk i thënë ja Rasulullah na i mëso shefatin ti. Jo, i thënë o Allah, na i mëso shefatin e Muhamedit alayhis salam. Kjo është lutja. Allahu te barek ve taala e ka bëu që mos me dëgju. I vdekuri nuk dëgjon. Edhe pejgambert Allahut nuk dëgjojnë. Kanë veçuri të shumta, mi po dëgjimin nuk e kanë. Andaj edhe këtu kur e gjetën nuk i dani o Jusuf alayhis salam. Hes tash na i kallzo rrugën. Jo. Përkundrazi, ne duhet me di që lutjet e tona shka ja drejtojmë Allahu te bareke ve taala. Ja drejtojmë madhnisë së tij. Nuk guxon aty, andaj edhe ky stacion na mëson neve që me pas atë mënyrën e drejtimit të lutjeve drejt Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu drejt për drejt. Këtu është një rrëfim. Hazreti Omeri radhiyallahu anhu kur ishte thatsina në Medinë, e kishte zakon me falën sunet i pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur nuk ka shi, ose sunet një periudhë të gjatë, ose sunet me dal me fal namazin e istisqas, namazin e shiut. Ishte zakoni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj këta e boni edhe Omeri radhiyallahu anhu. E çka bën kë? Dilke me një hapësir, ku dihet që duhet të veshën tesha të thjeshta, modeste, jo të më të mirat. Bila sunet pastaj të veshën ka e prapa teshat, për shembull gjybja të veshët ka e prapa. Mi tregu Allah që Allah nëjna fukaro për ti je i pasër, ti ke thatësin shka e ke quve shti mund shme bo, mu kon lakshti, mu kon shi. Mi kalzu Allah, ja ju nës, Allah thot në Koran, o ju njerës, ju jeni fukaro të Allah, Allah është i pasër. Depot Allah nuk shterën as njerë. Si do të qovë dëshmia në këtë hadith, del Hazreti Omeri radiallahu anhu, dhe thot, ban lutje. Këto a gabimi i njerëzve të cilët e keq përdorin apo e keq kuptojnë këtë hadith. Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bin nabi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, ne tek ti u ndërmjetësojmë me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj me zlipshi. O Allah, tash ti ta kemi nxjerr e kemi kërkojmë ndërmjetësim me axhën e pejgamberit alaihi salatu wasalam, Abbas radiallahu anhu. Edhe një herë. O Allah, ne kërkojmë shi nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, tash kërkojmë shi nëpërmjet axhës së pejgamberit Abbasit radiallahu anhu. Do kanë dhënën, i ka çu durt edhe i ka thonë çështua. Jo. Po e ka nxjerr Imam Abdullah bin Abbasin radiallahu anhu. Abbasin axhën e pejgamberit, këtu është shumë një gabim që e bajnë ulemat. Disa njerëz, ulemat inshallah se bajnë, po ka njerëz të cilët e bajnë këtë gabim. I ka thonë o Allah, ne e nxjerrshmi imam e kishmi Muhamedit alayhis salam, e kërkojshmi prej teje shi, edhe ti zbrisë që shi. O Allah, Muhamedi alayhis salam nuk ka mesin ton. Se s'ka nevojë me cek Abbasin, se kishte Hazreti Omeri më kon. Ha, kishte thonë, po ka thonë e kam axhën e pejgamberit. O Allah, e kena nxjerr imam. Tash të më thonë o Allah, përpara me pejgamberin alayhis salam, klutshmi tije. Tash ti klutna nëpërmjet axhës së pejgamberit. Ama jo, axhës pejgamberit mi thonë lutë Allahun. Po o Allah, ne e dina që ti e ke dash Hazreti Muhamedit alayhis salam, ai sot nuk kanë mesin ton. O Allah, tash të lutna nëpërmjet Abbasit, këtë ditimet lutën. Ama jo njëri të vdekur. Shembull lejohet me shkumi thoni njërit të devotshëm, një hoxhës, një njeriu që ka lexon Kur'an shumë, lejohet me shkumi thoni ej o Allah vjen. E kam një hallbe subhanallah. Jam të lashe. Shpresoj që ti je njëri i mirë të Allahu. Shpresoj dhe mendoj që ti je njëri i mirë të Allahu te bareke te. Andaj të kisha lutën mos më harron dua. Ban dua për mua që Allah të më përmirësoj. Kjo lejohet. Mirë po, me shku te një varr, o ti filan, au don, ndihmom, nuk thuhet kështu. Kjo audhu billah. Kjo kufër. Kush e ban këtë lutje, këtë formë, deri prej feje. Andaj stacioni i radhës ke këtu që njeriu mos më e bën këtë gabim për arsye se nuk e lutën Musa alayhis salam.
dobit shumë shpejt, që e dini kur e zgati shumë kam që mos me zgat pastaj të dobit nga ki rëfim i nxjerrmi në një nxitje e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam që besimtarët të dinë me lyp, le të lipin shtrejt. Dhe ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, kur ta lutni Allahun, lutni, ju mos thoni Allah shënë është dera xhenetit. Jo. O Allah, ma mundso xhenetin më të Firdaus, tha se është xheneti më i lartë edhe më i mesëm. Dhe unë lutni Allahun xhenetul Firdausi. Andaj këtu Allahu na ka mësu, pejgamberi Allahu na ka mësu që mu bosi plaka e Beni Israilve, lipni shumë, mos lipni pak. Mëna edhe kur të lipni dua, mos lipni Allah më duan 10.000 euro. Lipni Allah të shumë, Allah më duan 3 milion euro, 5 milion euro. Lipni shumë, Allah i ka, mos u habitni. Allah i jep. Allah u ka shumë. Ama jo, menit në kokër shpinës të shpia. Po Allah puno, Allah inshallah i baj 5 milion, i baj 3 milion me punu. Në kokër shpinës, si Hazreti Ejubi me të qitë Allah i pin tokë, po kuta. Dy vëllezër, njeriu nga këtë dobi tregon që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka tregu detajisht për historitë e mëhershme të pejgamberëve. Dhe ka tregu që Allahu subhanahu wa taala ka mësue non disa prej pejgamberëve, sigurisht se ka rastin e Jubit tashti alayhi salam, ku ju e dini ka qenë i smut, Allah e ka sprovu, në Kur'an nuk është kjo. Hadith i Muslim, sahih Muslim. Derisa Allah i shëroi ja kthe pasurinë. Kur ja kthe pasurinë Allahu Hazreti Ejubit alayhi salam, një ditë rashi. Kur rashi, në toka janë nisi ti mbledhen lirat, altanat. Prej shiut ro ari. I thanë ato në tokë edhe i nxerrte. Pranishmit i thanë, ja Allahu subhanahu wa taala, më falni. I thanë, ja Ejub, a nuk i knoqët që Allahu të shëroi dhe ti kthej Allahu i pithat, a nuk u ngiva? A dini çka ka përgjigje Ejubit alayhis salam? Ka unë kush ngihet me të mirat e tua, ja Rabb. Kush ngihet me të mirat? E kjo domethënë na tregon se pejgamberi Allahut na ka kallëzuar për disa ndodhi detajisht. E dobia këtë plaka e cila na ka treguar detajisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i ka lip domethënë për Allahut xhenetin edhe çka ka bën. Katër vëllezër e kuptojmë që i ka dhe gratë mençura, se kanë ne kena atë menimin gratë. Flokët e gata mend të shkurta. Jo, ka gratë që sillin apo don. Edhe çka? Kjo diti me lip plaka e Beni Israilve. Tha unë e du xhenetin, domthonë këtu Allahu subhanahu wa taala i ka bën në garim të veprave të mira të njëjtë, edhe gratë edhe burrave. Pesë vëllezër është Allahu na tregon që Jusufi alayhis salam pas ka marr besë nga Beni Israilet, më ia mor trupin nga Palestinë, nga Egjipti në Palestinë ia dërgu. Edhe kjo tregon që domethënë prejardha e Beni Israilve ka qenë në Palestinë. Këtu dikush mund të thonë po izraelitët sot e kanë tokën e vet. Ne muslimanët elhamdulillah kemi zemrën e madhe. Mi po kanë kjo zemra jonë e madhe në bandam. Se në esencë lejohet ato me banuaj në Palestinë. Nuk ka problem fare. Bile edhe kjo është zgjidhje, me jetu, mirë po jo duke i torturuar të tjerët, jo duke ia marrë të drejtat të tjerët, jo duke ia marrë shtetin, me tor dikush në shpitonet, ti e thu, edhe shka masi gjuna, unë e kam oborin e madh, unë një shator çati. Ai pi shatorit visht kësan tap në dishet, do të jemi jashtë. E çështu ka ndodhur muslimanëve me zemrën e madhe në Palestinën e sotme. Allahu i liroftë ya Rabbi. Gjashtë vëllezër, lejimi i pejgamberëve këtu në cek, Allahu në këtë rëfim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe dobi është me morë besën. Me morë besën prej dikuj që kur ta bajnë një punë i thonë më hap besën. E besimtari lidhet për fjalë dhe për besë. Te vëllezër, Allahu e ka bërë haram me hongër trupat e pejgamberëve. Edhe nga ky rëfim e kuptojmë ta dhe në vëllezër është duhet me ditë që Allahu subhanahu wa taala nuk ja hub të drejtën hakin e askujt kur e lip. E lipi kjo plaka xhenetin dhe ditit që me lip, Allah e realizoj. Allah në bëhë prej tyre të mirëve, ja Rabbel Alamin. Një ashtu dhe e funit është që Beni Israelit i ka dhënë rëndësi shumë vorreve. Umeti o Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i pengum nga kjo punë. Bile Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta dini si informat që ka thonë Allah i mallkoft jehudët dhe krishterët, çifutët dhe krishterët, të cilat vorret e pejgamberëve të tyre i kanë marrë për xhamia. Në esencë nuk lejohet vorrimi i njerëzve në xhami. Kjo është një traditë e cila ka met tek ne nga koha e mëhershme, nuk ka nga suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vorrimi i njerëzve në xhami, apo as në borët e xhamisë. Po dikush mund të thonë, "Hoxha, ka lajtë fol." Po ne na kon xhamin e pejgamberit vorresh në xhami, ha? A ka çështu? E kum cekëve për përsëris që më bë demand. Në esencë vorri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka kon në xhami.
ka qenë në dhomën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke u zgjeru xhamia ka hi vori pejgamberit në xhami, se në esencë si më konë që ati një vorë, edhe tash ne kena nevojë me xhanu xhamien. Tash me hek vorrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk lejohet dietarët kanë thonë. Andaj edhe kamet. Për ndryshe, duhet me kuptu edhe një gjë, që ne kur shkojnë në Medinë, nuk shkojnë për vorrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sunnet është mi dhon selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ne shkojnë psa xhamia e pejgamberit. S'ka thon asnjë hadith, ama kush dojen atë ndale, e sfidoj. Kur kun s'ka hadith që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e jani të xhamia ime dhe jepni selam mua, vizito ma vorrin tem. Kur kun? Këtë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e jani dhe falni të xhamia ime. Se në xhamien time një namaz është 1000 namaze. Kjo është besimi i muslimanit që duhet me pas. Ne shkojmë në Medinë, psa xhamia e pejgamberit, jo psa vorri i pejgamberit. A e dojna pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? O çish se dojna? Ne këtë jetën tonë na duke bëhe shaka dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jemi duke fal, jemi duke praktiku shaka dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah shpëloj për dëgjimin, për sabrin, për durimin. Elus Allahun e madh çashtu që Allah na ka bën nasib mu tubun këtë vend. Allah na tubuf në xhenetet e tij të larta ya rabbil alamin. E nesër inshallah do ta kena hoxhën e nderuar Hasan Recep Talibën, i cili është kthyer nga studimet. Allah i nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.